Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. Sot në këtë studio do të përkujtojmë një nga njerëzit e shquar të kulturës, profesor Jup Kastratin në 95 vjetorin e lindjes. Një figurë shquar e gjuhësisë e albanologjisë, por edhe kulturës son kombëtare. Sot. Në këtë ditë, 95 vite më parë, lindi në Shkodër profesor Jup Kastrati. Një njeri që gjithë jetën e vetë ja kushtoi gjuhësisë, studimeve albanologjike, jetës akademike dhe i bëri një shërbim të madh kulturës son kombëtare. Në të vërtetë, të gjithë ata që e njohin dhe besoj që janë të shumt në Shkodër, sepse kanë qenë nxënës të profesor Jup Kastratit, kanë qenë student të tij, kujtojnë punën e madhe në Universitetin e Shkodrës, por edhe të gjithë kontributin që ai ka dhënë përtej universitetit. Unë sot në këtë studio kam ftuar njërën nga vajzat e profesor Jup Kastratit, Fatmira Kastrati, drejtuese e një studio ligjore auditimi. Mira, mirë se erdhe sot në studio. Faleminderit. Në fakt, unë ju prezantova si specialiste në fushën tuaj, sepse nuk mund të jetë ndryshe, por ajo që bie në sy për të vajzat e profesor Jup Kastratit gjithmonë identifikohen. Këto janë vajzat e profesorit. Është një identitet, krenari apo jo, Mira? Faleminderit për këtë veprimtari, për këtë përkujtim që po i bani Timeti në këtë ditë të tije. Po filloj me përgjigjen tuaj, por përcaktimi që ju dhat identitet me të vërtetë është i veçantë. Përse do ta thojshë i veçantë? Sepse prindërit janë fat, nuk i zgjedh, ato të takojnë dhe njëkohësisht të japin atë çka ato kanë, e kanë transmetuar. Unë do të thojshë në këtë rast të kesh për prind një babë si Jup Kastrati, do të thosh që ti ke për prind dikë që do të përdorë termin jeton në një univers paralel të ndryshëm. Për çka? Sepse thelbi i jetës i këtyre lloj njerëzve, i të përditshme së tyne, është dija. Është dashunia për te, është shërbimi për te, është transmetimi i kësaj dieje në të gjitha format. Në formën e mësimdhënies, në formën e profesionit, në formën e jetën e përditshme, si qytetar, si bashkëshort, si bab, si gjysh, në të gjithë aspektet e një jete profesionale, shoqërore, aq pa tepër dhe të një shkencëtari. Është vërtet natyrisht krenari e madhe për ju, por besoj se edhe ne si qytetarë, të gjithë studentët, kolegët, kanë qenë të nderuar gjithmonë komunikonin me profesor Kastratin, duke transmetuar pikrisht ato çfarë thatë, dijen, tolerancën që të jep në komunikim një njeri i ditur dhe atmosferën që të krijon për të komunikuar, çdo gjë që transmeton nëpërmjet ligjëratave të tij në auditor, por një respekt të veçantë në marrëdhëniet ndërqytetare. Përndryshe nuk ishte një figurë e shquar dhe ndritur, jo vetëm e Shkodrës, një figurë e shquar kombëtare. Profesor Jup Kastrati ka një veprimtari të jashtëzakonshme në fushën e studimeve, në fushën e hulumtimeve të gjuhësisë dhe të albanologjisë, duke i kushtuar gjithë jetën e tij. Natyrisht të ndalësh në veprën e profesor Kastratit, duhen natyrisht duhen studiues për të shprehur. Ne sot do të prekim gjithmonë disa nga momentet, fushat, natyrisht dhe vlerat që ka sjell një njeri i tillë në kulturën tonë. Faleminderit edhe një herë për prezantimin. Faktikisht si e bija,
e kam pak të vështirë, ose kjo se mund ta përdojmë në thojza, jam në ciklet që t'jap unë përcaktimet për te. Për këtë arsye do të lejoni që në kaq minuta sa është emisioni juaj, të citoj të tjerë çka kanë thënë për Jop Kastratin. Shumë bukur. Mendoj që është edhe më e drejtë për të mos kalu në një emfaz apo të mos ndërthurën dashunia e çdo bie për atin, sikurse gjithkusht tjetër me përcaktimet që ju dhanë për kontributet e tija. Është vërtet, ai ka shërby për 27 vjet në arsimin 7 vjeçar që ka qenë dikur gjimnaz dhe në arsimin e lartë. 37 vite në arsimin e lartë. Sepse që në vitin 57, kër është krijuar Instituti i Lartë Pedagogjik i Shkodrës, në parantezë, sikurse ka shkruar dhe ai vet, është ndër themeluesit e Institutit të Lartë Pedagogjik të Shkodrës, që sot quhet universiteti. Faktikisht, Imate ka kërkuar me fort që të mos krijohej institut. E ka kërkuar që të ishte universitet. Biles në të gjitha letrat për memorjet e tija që i ka dërguar me shumë kamullje që të hapej universitet në Shkodër, u arrit që të hapej vetëm institut. Dikur në komunikimet në familje nuk isha në gjendje të bajsha dallimin midis kampusit universitar dhe universitetit që kërkonte babi. Apo i matë, sepse më Po, kështu është komunikimi dhe ndoshta na e sjell më të afërt profesorin, na e bën dialogun më të zhdërvjellët. Me qenë se diskutohej që në Shkodër duhet të kishte universitet. Theksonte në të gjitha letrat e tija ka kërkuar kampus universitar. Duke mos bërë dallimin midis kampusit universitar dhe universitetit, ishte babi që na përcaktoi çka do të thotë kampus universitar dhe vendodhjen që ai e kërkonte në hyrje të Shkodrës. Duke qenë fëmijë, më dukej sikur qoftë çfarë do të thotë që të kesh kampus universitar larg qytetit, larg qendrës, ku për mua qendra ishte çdo gjë. Mendoj që qysh atëherë ai kishte vizionin tjetër për çka është universiteti, çka është kampusi, cili është roli i tij dhe cili do të ishte roli i kësaj qendre të madhe për të gjithë veriun në raport edhe me shtetet fshije. Është natyrisht vizioni i profesorit shumë i hapur, shumë perspektiv, shumë gjithë përfshirës në këtë vështrim të tij. Unë them që ishte karakteristike e tij. Atëherë po citoj përsëri nga fundi për dalë në fillim. Kur u nda nga jeta në shtator të vitit 2000 me 22 shtator, kuptohet që bahen pritjet në shtëpi dhe ndër të tjerë erdhi dhe profesor Mojko Mzeqo. Duke mos dashur të bi, ju kërkoj mjet punë përsëri fjalët e të tjerëve. Shumë interesante. Dhe kur erdhi profesor Mojko Mzeqo në shtëpi, kuptoi që ishte fotografia e Timeti përballë, u kthy, e pau dhe tha, ky tha është si gjysmë Perëndi, nuk po i them tha Perëndi. Çka donte thoshte pastaj me ato fjalë dhe më vonë, ai ka shpreh në intervistë, ai ka shpreh në shkrim, ka shpreh në 90 vjetorin që u bë para 5 viteve në përkujtim të 90 vjetorit të Timetit në Akademinë e Shkencave, me rastin e ribotimit të studimeve arbëreshe e të studimeve për deratën e tjerë. Unë do të thosha që thelbi i tij ishte dija, atë që e përsërita. Për këtë arsye i jepet edhe përcaktimi nga të tjerët si gjysmë Perëndi. Thelbi ishte dija që do të emanciponte. Ai nuk doli ndonjëherë jashtë thelbit të tij. Dhe çdo gjë e vuni në funksion të asaj që natyra i kishte dhënë ndoshta dhe si mision. Sa bukur. Nëpërmjet shkollës, nëpërmjet punës së tij, nëpërmjet adhurimit që kishte për shkencë. Edhe një veprimtarie të jashtëzakonshme. Është vërtet. Profesor Jop Kastrati është autor i mbi 40 botimeve që lidhen pikrisht me gjuhësinë, por edhe me figura të ndritura, siç e ka filluar me dizertacionin për Ndremjedën, apo jo? Dhe të gjitha këto hedhin dritë mbi një punë të jashtëzakonshme,
hulumtuese, studiuese, kërkimore, shkencore, që ka qenë dhe është shumë e vlerësuar. Po, është vërtet. Faktikisht, Imat ka filluar të dalë me shkrimet e tija, botimet e tija që 15 vjeç. Në moshën 15 vjeçare boton përkthimet e Fedrit, fabula, të Fedrit dhe fillon botimet këtu në Shkodër, të cilat ai ka të gjitha të përmbledhura botimet në veprën edhe në librin Bibliografia e botimeve të profesor doktor Jub Kastratit, nxjerrë në dritë nga Diana Kastrati, e bia. Vajza më e vogla. Që vazhdoi në rrugën e presorit. E presorit, ndoshta jo krejt, sepse ajo ka kryer italisht, por vazhdon në fushën e kulturës. Në fushën e kulturës. Pra që 15 vjeç ai filloi të jepte shenjat e para. Vazhdon me botimet për historinë e dramatikës shqiptare, një ndër botimet më të mira, e cila nuk doli pastaj më vonë, por që do të ribotohen nga ne. Përsëri duke fut pjesë nga të cilat I ka shkruar në biografinë e tij në vitet 42, shkoi në Torino në liceun shkencor Galileo Ferraris. Siç duket nuk ishte ai vokacioni I tij, pavarësisht se kishte aftësinë për ta bërë. Edhe mas çlirimit I doli që të shkonte për arkitekturë, sepse kishte interesante. Sepse kishte edhe vizatimin shumë të bukur. Simona Rota e kishte të përcjellhurin e tij, kishte bante skicat e ndryshme, por ai përsëri nuk shkoi drejt kësaj rruge, sepse vokacioni I tij ishte tjetër akoma. Prandaj dhe unë them që ai ka ditë të bëj dhe ka kërkuar të bëj vetëm atë që e ka pas pasion të jetës. Mira, përmendet moshën 15 vjeçare me botimet e para, me përkthimet e para. Në fakt, familja Kastrati është një familje e njohur në qytetin tonë për fisnikrin, për qytetarin që përcjell, për zotnillekun që I themi në Shkodër, por edhe për kulturën. Ishte një shtrat familjar që e ushqeu profesorin? Them se po, sepse gjyshi I tij, apo babai nga nana, Ibrahim Shkreli, ose si shkuese shqytur Ibrahim Qorri, ka pas në bibliotekat më të mëdha dhe më të pasura në Shkodër. Ai ka pas bibliotekë të oriental, të drejtimit oriental, në formë të rrumbullakët, me raftet e cila mendoj që për atje e ka ardhur. Por stimulimi për shkollën, për dijen dhe për vlerësimin e një shkollimi shumë të mirë e kanë pas shumë përcaktues edhe nga jati. Gjyshi jon, Hasan Kastrati, ishte ai I cili përzgjodhi shkollat më të mira. Edhe sot e kësaj dite, liceu shkencor Galileo Ferraris në Torino është në më të mirët. Për rastësi, motra ime Diana bashkë me gjithë nipin, Arsili Nipi është student në Itali, por ishin në Torino në një aktivitet. Dhe duke kaluar në rrugët e Torinos, shohin dhe konviktin Umberto I parë, I cili ishte konvikti që vazhdon edhe sot dhe kësaj dite të jetë I Galileo Ferraris. Mbetet në lice me emrin më të fortë. Them që ishin shumë përcaktues dhe orientimi I tjatit, ku Xhaxha I madh ishte mjek, I dyti ekonomist dhe I treti ishte drejtimi I babit. Spikatja nga gjyshi jon I pasionit dhe I dëshirës Jub Kastratit I të birit për ma përtej, ban që në moshën 15 vjeçare t'i baj dhurat atë që e kemi ende sot në shtëpi, skrivanin e tij të marrë nga Italia me makinën e famshme Olivetti që sot atë kanë 80 vjetorin. Unë besoj se më pas do të ulemi paksa aty te ai salloni juaj, por duke kaluar tek puna studimore e profesorit. Janë mbi 40 botime. Ju përmendët botimet e para, por futja në rrugën e gjuhësisë, më pas studimi, veprat albanologjike kanë përcaktuar natyrisht vlerat e një studiuesi me të çmuar në fushën e kulturës. Janë vepra që I shërbejnë sot botës akademike,
por që kalojnë kufit dhe interesin jo vetëm në Universitetin e Shkodrës, por shumë më gjarë. Atëherë, duke i marrë përsëri leximet e të ndryshme, faktikisht që të kalonte dhe të bahe ai që është në kontributit në historinë e albanologjisë në përgjithësi, sepse historia e albanologjisë përfshin të gjitha studimet dhe veprimet punimet që janë të gjana, që kapin rrokin në fusha të ndryshme, por që i shërbejnë historisë të ditës të gjuhës dhe të historisë së mendimit shqiptar. Ai është marrë me të gjitha për të krijuar atë që quhet kultura e përgjithshme. Është marrë me figurat e ndryshme, më të fortat dhe më të zakonshme. Më të fortat janë kolosët, sikurse është Derada, Fajkonica. Merret me figurat e ndryshme të cilët japin kontributet edhe në qytetin e Shkodrës, pavarësisht se sikurse shprehet edhe profesor Bekzat Baliu nuk e kishin kalu as edhe një herë ndoshta edhe qytetin e Shkodrës, për dhënë kontributet e gjithë secilit me ato që kishin në historinë dhe zhvillimin e kulturës shqiptare. Pra ai ka shërbyer historisë së mendimit retrospektiv shqiptar nëpërmjet studimit të figurave të ndryshme. Duke u marrë dhe duke e përdorur bibliografinë në funksion të studimeve të tija, i krijohet mundësia që të studiojnë dhe të jetë për studimet letrare, për studimet gjuhësore, për studimin e figurave të ndryshme, derisa arrin në veprën e tij madhore që është historia e albanologjisë. Pra unë them që marrja me fusha të ndryshme i ka ndikuar që të krijojnë atë vizion dhe atë formim që ai pati. Është magjepse të mendosh fushat e veprimit dhe atë shtrat të madh që ka krijuar në veprën e madhore të profesorit. Atë unë do t'ju citoj veprën e nxjerr nga vetë Baliu, Enciklopedisë i kërkimeve albanologjike, ku në të tjera thotë: Ljupka Strati, një nga filologët dhe personalitetet më të shquara shqiptare të shekullit që lan pas, ka dhënë kontributin e tij të çmuar e me vlera të mëdha shkencore në fusha të ndryshme të albanologjisë. Vepra e tij përgjithsisht e ka ndihmuar zhvillimin e gjithëanshëm të historisë së albanologjisë e të veprimtarisë kërkimore shkencore në këtë lëmi. Ai është filolog me dije enciklopedike, i cili zhvilloi veprimtarinë shumë vjeçare në fushë të shkencës, të gjuhësisë dhe të letërsisë. Ai është një nga emrat autoritar të albanologjisë përgjithsisht. Historiani i letërsisë dhe i kulturës kombëtare shqiptare, i pranishëm gjithësisht në këtë fushë dhe gjuhëtar veçanërisht. Ai është dhe bibliograf i përmasave të mëdha, një nga bibliografët më të mëdhenj shqiptar në fushë të filologjisë përgjithsisht, jo vetëm kombëtare. Ai është një nga studiuesit e shquar të historisë së shkollës shqipe dhe të vendimit pedagogjik shqiptar. Ai është studiues në kërkim të vazhdueshëm të dokumentit letrar, faktit sociologjik dhe kulturor të tekstit, për të zgjeruar më tej mundësitë të ndryshme të sistemit të vlerave të qytetarimit shqiptar. Ai është studiuesi që la një veprimtari të gjatë studimore shkencore, letrare dhe gjuhësore, botuese në doshkrim, që kap një periudhë kohe më shumë se gjysmë shekulli. E nëse ka një pasion të veçantë për shkencëtarin në fushë të hulumtimit dhe informacionit deri në fund, për Ljupka Stratin janë abreshët. Ai është autori më komplementar i monografive për figura të mëdha të historisë të kulturës shqiptare, Deradës, Zefjubanit, Ndërmjetës e Fajkonicës. Një përfshirje kemi hapur, si thua, kemi rrokur duke hapur krahët me një vepër kaq madhore sa është e pamat. E pamat dhe emisioni është ndoshta me tepër i karakterit masiv. Natyrisht. Dhe unë ju kërkoj. Mira, duke thënë se profesori ishte ndër themeluesit e universitetit, Institutit të lartë pedagogjik sot Universiteti i Shkodrës, do thoja që ligjëratat e tij
janë ndjekur me shumë interes nga studentët. Unë kam qenë një prej studentëve të profesorit në gramatikën historike, një nga lëndët më të vështira, natyrisht, por ligjëratat e profesorit kanë kapërcyer auditorët e Universitetit të Shkodrës. I ka dhënë ligjërata në Universitetin e Tiranës, të Prishtinës, të Shkupit, të Tetovës, të Kalabris, të Salernos, të Perugjes, Napolit dhe të New Yorkut. Pra është një veprimtari shumë e gjerë. Unë mendoj që kjo ishte pjesë e fushës dhe aktivitetit të tij, duke qenë se ka dalë në shtyp qysh herët, me të gjitha studimet dhe kërkimet e tija, ishte pa mundu që mos binte dhe në sy. Për këtë arsye dhe kërkesat për ligjërata, që ai ka mbajtur kanë qenë të shumta. Pastaj me mundësi që u krijuan për të lëviz, kuptohet në atë moment ka pas vërshim. Dhe ju them me plot goje, një vërshim që nuk arrinte ndoshta ti përmbushte të gjitha, sepse mundësitë ekonomike, mundësitë e lëvizjes, dokumentet që duheshin për të lëvizur ishin pra kërkesa nga universitetet të jashtëzakonshme. Dhe për bashkëpunimet ai ka pasur, po ai sa kanë lejuar të reduktuar sikur se ka qenë në sistemi. Unë them vetëm puna e tij e ka bërë që të kishte këtë lloj përhapjet. Dhe mos harrojmë sepse tashmë atë e thirrshin të veçantë si emër. Nuk ishte në kuadrin e bashkëpunimeve që sot universitetet mund të kenë, e kanë mundësinë, e kanë fatin, të kenë me programe të financuara në kuadrin e hapjes me të gjitha mundësi që krijon një jetesë normale dhe një bashkëpunim normal midis institucioneve. Realisht thirrjet për ligjërata për të ishin të veçanta, ishin personale, të nominuara, nuk ishin në kuadrin e aktiviteteve të universiteteve që bëhen sikurse janë sot të zakonshme, të mirëqenia, që mund t'i marrësh në momenti që fillon dhe futesh në jetën akademike dhe të shoqërojnë gjithë jetën. Biles je edhe me bonus. Veprimtari të tilla ishin themun vetëm vlerësuese, përcaktuese, ishte ai që e kishte pluskuar, kishte dalë në sipërfaqe dhe tashmë të gjithë ishin që ta kapim, të marrim diçka. Ndërkohë një ndër ato që ju përmendët, profesor Jup Kastrati ka qenë një bibliograf i jashtëzakonshëm. Ka dhënë një mundësi të jashtëzakonshme të një bibliografie, një bibliotekë e jashtëzakonshme në sallonin e shtëpisë Kastrati. Shtuar skrivanisë që në moshën 15 vjeçare të profesorit, siç thatë, dhe makinës shkrimit Oliveti, por një ambient sa kurios për t'u afruar bibliotekës, aq edhe i ngrohtë. Kam patur rastin që ta vizitoj, por ju duke qenë vajzat, familjarët, keni patur dy prindë të mrekullueshëm, edhe nënën, ndjes paqen, zysh drita, një bashkëshorte, një bashkëudhëtare në jetën e profesorit dhe të familjes, me shumë nderim dhe respekt. Por duke qëndruar para kësaj biblioteke, në një takim pothuaj imagjinar, por edhe real, sepse ju e keni patur të prekshëm, janë personazhe që të ngjallin kujtime, respekt, nostalgji, vlerësime të jashtëzakonshme. Familja Kastrati, para kësaj biblioteke, jeni ndodhur vazhdimisht ditë për ditë. Po së i duhet të ndajmë në faza jetën. Kur lind, ambienti i shtëpisë është normal. Pra që do të thotë që rrethimi me libra është diçka e zakonshme. Që të duket sikur këtë mund ta gjesh kudo ku shkon. Është e zakonshme. Ashtu sikurse janë pajisjet që shërbejnë për një komoditet të jetës së përditshme, ashtu edhe libri për mu duket se duhet të ishte gjithmonë. Kështu është një gati një simbiozë e jetës. Se është e përditshme. Mirë, po kjo e përditshme çfarë të bën? Them që të krijon pikërisht atë që nga kjo e zakonshme që ti me cilin je rritur të kthen në domosdoshmëri. Përsëri në
2014 u ban në Akademinë e Shkencave për kujtimin 90 vjetorit të Job Kastradit. Aty pati edhe ndër të tjera vlerësimet nga më të ndryshmet, po për t'ju përgjigjur ju dhe familjes, ishin edhe dy fëmijët, Arnisa dhe Arsildi. Arnisa dhe Arsildi. I përshëndesim kudo qofshin, sepse janë fëmijë të jashtëzakonshëm të mbarë në rrugën e dijes. Është vërtet. Arsildi sot është në Rom, duke kryer në La Sapienza vitin e dytë të masterit shkencor, ndërsa Arnica ka kryer fakultetin, ka kryer 2 mastere shkëlqyshëm me përcaktimin në Nice të Francës me summa cum laude, me maksimumin e lavdërimeve për të evidentuar ndryshimin në vlerësime që i bën përdoret përcaktimin në latinisht me maksimumin e lavdërimeve. Faleminderit. Me jeti paçi. Dhe fëmijët janë ato të cilët dhanë edhe gjurmët se çka do thotë të kesh për gjysh apo të rritesh në ambientin me libej. Libej të bëhet i vjoti. Saqë në qoftë se të mungon libej do thotë që të mungon ajri. Dhe në qoftë se të mungon prezenca të mos jesh në kontakt me te, jo vetëm thjesht fizikisht, po ta bash të tanën dhe të futet në gen, do të thotë që tashmë nuk mundesh për të jetuar. Arnica përdor një term të tillë e kam lexuar. E ke lexuar shkrim, e përdor që tashmë po si mund thotë që nuk ishte vetëm thjesht një dëshirë ta kisha librin e kthehet në uri, që do thotë kthehet në nevojë ekzistenciale. Dhe mund të përmend veprimet që bajnë të dy, që në momentin kur kanë librin në dorë, njëherë kanë kënaqësinë që e marrin dhe i marrin edhe erë, letës dhe pastaj vazhdojnë në përdorimin e tyre. E ka me djalin. Duket sikur është një emocion i atill. E ngjet me veten. Ashtu është. Në Arsildi thotë unë çosha për ditë në shtëpinë e gjyshit, saqë ai ishte përcaktues dhe mu thotë si fëmijë, fjala e parë që mësova ishte e thoshte me agjysh. Pra nuk mësoj as mami dhe as babi, po agjysh. Dhe për ditë çohesha në mëngjes dhe me qenë se kisha përballë raftin e librave, lexoja titujt e librave që ishin aty për ditë. Aq më duke thotë zakonshme që të kishe libra kudo në çdo ambient, saqë unë isha gati të luaja edhe me fëmijët e tjerë dhe t'ju thoja cilët janë titujt e librave që ju lexoni për ditë. Losim me libra, pra du të them që kjo është identiteti dhe kjo është universiteti paralel, që të kesh të tillpin ku të fusin. Kjo është hullia e të përditshme. Dhe unë them që duke mos folur më thjesht për veten, por duke folur dhe për të shëgjimtarët, janë ata të cilët e kanë marrë në genin e tyre dëshirën për dijen. Ai ishte përhapsi i dijes. Dhe në konceptin e Timeti nuk ishte pronësia intelektuale në atë formë që do të sillte të ardhurën. Për te pronësia intelektuale në formën e dijes shpërndahej tek të gjithë. Dhe këtë mund t'ju them me plot goje, jo vetëm për atyre që e kanë njohur. Në epistolarin e tij, të këmbimin që është në mbat e pasunit, është mbi 5000 letër komunikim me të gjithë të tjerët, brenda dhe jashtë vendit, ku fillojnë nga më të thjeshtit deri tek profesorët e universiteteve, shkencëtarët e ndryshëm, du t'ju them që unë vetë habitem nga komunikimi që ai ka pasur me të gjithë. Dhe dëshira e tij, përsa i po e them, si diedashës që ishte, e jepte me një bibliografi të plot, gjithë secili që i kërkon të ndihmën e tij. Padyshim. Në seleksionimin që jemi duke i bë, që kërkojmë të botojmë pjesë nga epistolari i tij, të cilat ai ka lënë me testament që duhet të hapen në 100 vjetorin e tij, kështu e ka lënë me testament shumë i qartë. Ne nuk arrim më të përcaktojmë sepse kriteret e përzgjedhjes vijnë dhe ndryshohen aq shpejt, saqë nuk arrim dot se çka duhet të japim nga njëra letër dhe çka duhet të japim nga tjetra. Por ajo që më kënaq me habit, e kam ditë, por jo den këtë përmas, të ulesh dhe të japësh nga koha jote, nga puna jote, gjithë secili që i drejtohet, unë them nuk ishte më thjesht një fisnikëri
shpirti e një qytetarit të thjesht. Kjo ishte fisnikëri e shpirtit e mendjes, e vetëdijes së tij qytetare dhe shkencëtari, që dija është nevojë dhe domosdoshmëri. Ashtu sikurse ndoshta tek ne e futi nevojën për prezencën e librit, për kontaktin me te, për përdorimin e tij. Nuk them thjesht ta kem, duhet ta përdor, duhet ta bëj temin të mendshëm, vetëm atë unë them, ai e ka bën dhe e ka bën të përditshme. Dhe ju tre vajzat trashëgimtarët e para të presorit, vërtet zut dhe jeni në pozicione të mira, profesionale dhe shoqërore, por vetëm Diana, vajza më e vogël, mendoj se ka në ndryshim nga dy binjakët që janë drejtuar në fushën ekonomike, Diana është vazhduese e studimeve filologjike, paçkas është studiuese e gjuhës italiane. Atëherë duhet të bëj përsëri diku këtu një ndërhyrje. Faktikisht, unë nuk e kam kërkuar fare fakultetin ekonomik, sepse ishte vetë ambienti që nuk më drejtonte drejt një dëshire të tillë. Në dy binjake, në atë kohë vetëm mota ime, Bardha, kishte kërkuar mercologjinë të fundit. Ju letërsi, mercologji. Dhe unë kisha avutë të reja, se i 3 kërkesa ishin atë kohë, vetëm ju letërsi. Me qenë se kishim mesataren shumë të mirë, ata vendosën me një përzgjedhje të tyre, fat Bardha, fat Mira e para dhe e dyta, asgjë më tepër, që mercologjinë t'ja jepshin Bardhës. Dhe pavarësisht se ne ishim dy qenie njerëzore, se kishim lindur në të njëjtin moment dhe kishim të drejtë të kërkojshim në të njëjtin moment vazhdimin e shkollës së lartë, mu më futën në planifikimin e përgjithshëm, ku në atë kohë ishte nevoja për student në fakultetin ekonomik dhe biles në degën e financës. Dhe kjo ka qenë arsyeja që unë kam shku në fakultetin ekonomik. Do të thojsha çak mund ketë të shku tek ne babi, çka ka kalu, disiplinën e punës. Unë nuk e kam dashur fare fakultetin ekonomik. Por ja ke dalë me karakter dhe madje e vazhdon t'ja dalësh në një studio ligjore auditimi, nuk është e thjeshtë. Nuk e pa, e kam marrë licencën që në vitin të parët, që me 1 janar të vitit 98, por desha të them që vetëm në saj të kësaj fryme të shtëpisë, të disiplinës, të respektimit përsëri e përsëris me vetëdije të plot të dijes, të një përdorimi të kohës në mënyrën e duhur, ka përcy dëshirën time dhe kam vazhduar në fakultetin ekonomik. Sot jam shumë i kënaqur me këtë që kam, por nëse do të më jepej mundësia, unë them që do të shkojsha edhe një herë tek ajo gjeneza ime. Edhe bibliotekën profesional, aty jam ndoshta, përsëri bibliotekën time profesionale kam filluar ta krijoj mbasi kam kryer fakultetin ekonomik. Pra, nëse dëshira për librin më çonte direkt tek imja, tek dëshira që doja të lexoja çdo gjë, ato që kisha pa dhe ato që shtoheshin, bibliotekën profesionale kam qenë, po përdor termin, e detyruar për ta krijuar, por jo nga dëshira. Pastaj vazhdon. Ndërsa Diana është në studimet filologjike Diana është në fushën e shkencave shoqërore, ajo sot është drejtuese e departamentit të italianistikës, merret me përkthimin dhe ky është ndoshta edhe kontributi kryesor i saj, jo vetëm thjesht i pedagoges, por i përhapjes së kulturës italiane dhe i kulturës shqiptare, i marrëdhënies, i ndërveprimit midis dy kulturave, midis dy vendeve që i ndan vetëm një breg. Duke qenë se asnjëherë, për asnjë moment nuk jeni të larguara ose të shkëputura nga ajo shtëpi e mrekullueshme, pavarësisht se jetoni në Tiranë, te ajo shtëpi e mrekullueshme ku në hyrje të derës të pret mbishkrimi profesor Jup Kastrati, tek ato shkallë, tek ai sallon, bibliotek, çdo gjë që lidhet jo thjesht me kujtimet, por me një interaktivitet të përditshëm tuaj. Besoj që afërsia me kujtimet, por edhe me punën konkrete, me atë punë të gjallë që gëllon dhe që, siç ju thatë edhe në testamentin e presorit, është që në 100 vjetorin e tij
të hedhët dritë akoma më shumë mbi veprimtarinë. Besoj se keni një punë shumë të madhe për nxjerrjen në dritë të botimeve të reja, të studimeve të profesorit. Është e vërtet, Marita, faktikisht të merresh me figura të tilla si familjar është e pamundur. Është e pamundur sepse figurat të tilla kërkojnë staf. Këtë e kam thënë edhe para 5 viteve në përkujtimin e 90 vjetorit të tij. Ne jemi duke punu dhe punojmë shumë. Po veprat e tija kanë karakteristika të tjera. Ato janë vepra shkencore. Për këtë arsye, me gjithë përpjekjet tona për botim, ne jemi të detyruar që t'i bëjmë vetë edhe korrekturën shkencore, nuk po flas për korrekturën ortografike të drejtshkrimit, por për korrekturën shkencore. Para 5 viteve ne e krym kompjuterizimin sepse babi i ka lënë me të daktilografuara, me makinën e shkrimit, ku unë them që të fundit që kanë përdorur makinën e shkrimit kanë qenë ju Kastrati dhe profesor Dimitar Shuteriqi. Deri në fund, deri në qershor të 2003-shit, kur nda profesor Dimitar Shuteriqi, ato kishin komunikimin e përbashkët. Dhe ishte shumë e bukur sepse makina e shkrimit, letra që vishin nga profesor Shuteriqi ishin me të kuqe dhe të bashkë, i rriti kuqe dhe i zi, dhe dy ngjysh, dhe në kaq nga përdorimi i tepërt, aty ku ishte pika bante vrim në letër. Ku shtypej tasti bante letër, dhe unë i thoshte që të fundit që përdorin makinën e shkrimit janë vetëm ju Kastrati dhe Dimitar Shuteriqi. Kështu që ai ka lënë të gjitha veprat të daktilografuara. Për ti çu në shtëpi botuese, duke shpreh respektin maksimal për të gjithë to, por njëkohësisht ato janë dhe biznes. Kështu që ishin mësuar që veprat e tilla të çoheshin vetëm në formën e CD-s. Jo të merreshin të daktilografoheshin. Dhe kaq. Në disa momente, disa shtëpi botuese nuk kishin korrekturën, stafin e korrekturës shkencore. Prandaj ne jemi të detyruara që kemi bërë me kënaqësi më të madhe, por duke marrë përsipër dhe një përgjegjësi shumë të madhe, që këtë përgjegjësi për vepra shkencore përdoret duhet të kenë stafin e tyre. Ne jemi duke mundu t'i bëjmë. Historinë e albanologjisë e kemi marrë në dorë të i herë për të çuar në vend edhe gabimet në kompjuterizim. Pastaj për të vu dhe gabimet e tilla janë gabime që kustojnë shumë. Në referencat shkencore që përdoren pushtë ti gabosh ju Kastratit në referencat bibliografike mëkat i jashtëzakonshëm. Nuk të falet, as këtej dhe as në atë botë. Për është frikë të shkosh në atë botë nëse i bën gabimet e tilla. Kjo është përgjegjësia shumë e madhe. Për të nxjerrë vetëm figurën e pedagogut, të arsimtarit, në shtëpinë tonë janë të gjitha mbledhjet që ai ka bërë, qoftë si mësues i shkollës të vjeçare, ka qenë në shkollë 7 vjeçare, që ka qenë diku 11 janari, në gjimnazin e Shkodrës dhe pastaj si pedagog dhe drejtues i katedrës së Shqipës. E ka lënë dhe këtë me testament për të nxjerrë figurën e arsimtarit dhe të kontributit të tij për arsimin në Shkodër dhe në rang kombëtar. Të nxjerrësh figurën e tij dhe marrëdhëniet çështje që e ka trajtuar është përsëri diçka tjetër, sepse janë në shtëpinë tonë mbi 30 ditar të ndryshëm, në të cilët janë të dokumentuara veprimet dhe çështjet për cilat ai kishte dëshirë që të diskutoheshin. Është letërkëmbimi apo epistolari që ka përmbi 5.000 vepra, 5.000 letra të ndryshme, ku edhe këtu ti futesh dhe të studiosh figurën e tij nëpërmjet komunikimit, nga personi më i thjeshtë, nga një person që në një vatër kulture, në një fshat të Lezhës, kërkonte të nxjerrte diçka dhe që i mati çon 5 faqe letër, me cilat i jep të gjithë bibliografinë për kontributet që ishin dhënë në fshat të Lezhës. Dhe unë nuk e di si e ka organizuar kohën. Është jashtëzakonshme. Kjo është dhe së fundit do të dojsha të thosha dashurinë që kishte ai për gjuhën shqipe, ku në një intervistë, në një botim që i ban përsëri në gazetën Mësuesi në vitin 2000 me titullin "E kam për detyrë të shërbej kombit". Një respekt i jashtëzakonshëm, ka fituar shumë tituj. Profesori, unë do të përmend mësuesi i popullit, mjeshtër i madh i punës,
por edhe sa nderime, një respekt i jashtëzakonshëm i pakufishëm, dhe duke dëgjuar Mirën tek fletë nuk ka si të mos emocionohemi për këtë njeri të shquar të kulturës që ka patur fatin ta ketë Shkodra dhe ka Shkodra. Edhe ka. Në përsëri në Akademinë e Shkencave, Sir Begzat Baliu përdori këtë të shprehje: koha ti është e ti, nuk mbaron. Jemi ne me apa me kohën tonë për t'ju përshtatur kohës së tij. Sa bukur. Nësa, doja të thosha në këtë që thatë në përcaktimet ku ju dha mjeshtri i madh i punës, gjithmonë duke cituar të tjerët. Profesor Jorgo Bulu, që në atë kohë ishte drejtor i Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë Tiranë. Jep në të tjera. Në qoftë se do të përpiqeshim të shprehnim me një figurë thelbin e jetës së profesor Kastratit, mund ta shtronim pak a shumë një ekuacion të tillë, sepse në atë moment në 99 ishte 75 vjetori i tij. 75 vjet jetë, barat, punë, plus një mal me vepra. Puna i ka dhënë vlerë jetës së tij dhe jetë veprave të tij. Profesor Jup Kastrati është ndoshta ndër të rrallët me që me jetën e tij ka sfidu gjykimin e Senekës, i cili pa të shkruar me dhimbje edhe për veten e tij. Vetë Seneka shkronte: pjesa më e madhe e jetës na ikën duke vepruar gabim. Një pjesë e saj duke mos bërë asgjë, dhe gjithë jeta na shkon duke bërë atë që nuk do të duhej të bënim. Kurse Jup Kastrati nuk ka kaluar as një pjesë të jetës së tij të ndërgjegjshme pa bërë asgjë, dhe gjithë jetën ka bërë pikërisht atë që duhej të bënte. Me pasionin, me përkushtimin dhe me formimin e kulturën e tij, ai duhej t'i kushtohej albanologjisë dhe ju kushtua asaj, pa lënë asnjë fushë me rëndësi të kësaj dije e pa lëvruar, gjuhësinë historike dhe aktuale, filologjinë dhe dialektologjinë, historinë e letërsisë dhe bibliografinë shkencore, e padyshim edhe historinë e shkollës dhe dialektologjinë, historinë e letërsisë dhe bibliografinë shkencore, dhe padyshim dhe të arsimit shqip, një nga protagonistët e të cilit është ai vetë me veprimtarinë e tij shumë vjeçare pedagogjike. Një përmasë e jashtëzakonshme e kulturës, e gjuhësisë, e albanologjisë, e studimeve letrare, e kontributit në arsimin shqip. Bardha jeni më së krenar dhe në këtë 95 vjetor, krahas ndjesisë personale që natyrisht është biologjike për çdo fëmijë tek prindi, kësaj shtohet kjo krenari kaq e madhe. Do thoja një vërtet një mrekulli që kur përmendeni si vajzat e profesor Jupit Paçka se ju jeni shumë të denja në fushat tuaja të veprimit, kjo ju jep një pasaport shumë të mirë. Faleminderit. Unë nuk them që nuk është kënaqësi, është kënaqësi, është edhe përgjegjësi. Është shumë përgjegjësi e madhe. Unë do ta filloj dhe do t'jap vetëm 2 momente nga jeta ime. Momentin e parë kur isha fëmijë, duke dalë te kontributi i tij për shqipen dhe gjuhën shqipe. Momenti i parë isha fëmijë dhe kishim detyra shtëpiet për të shkruar një tekst sakt. Unë e shkrova, ishte pak i gjatë si fëmijë, dhe me qenë se isha kënaqur me veten që e shkrova bukur, nuk më duk se kisha bërë gabime, ja thash babit për ta lexuar. E pa, cilit ishin gabimet si sot e mbaj mend dhe e kam të fiksuar. Ku unë, kur kam kopju, nuk e kam kuptuar rëndësinë e përdorimit të apostrofit në bashkimin e tertave të shkurtra të përemrave vetor me pjesësak. Mi, mu, ti, tu, siç duket atë gabim e kisha përsëri 2 herë se nuk e kisha qartë. Du të them edhe rigorozitetin e tij në atë moment. Ishte ai që ju e thatë për komunikimin, që kishte në të përditshmen, ku
dashuria ishte absolute, respekti ishte absolut dhe autoriteti i tij nuk ishte një autoritet vertikal i një prindi ku autoriteti i prindit është i padiskutueshëm, por ishte autoriteti i një prindi ku në çdo moment është në funksion të fëmijëve dhe të familjes. Ma mori fletoren, i vuri kyq me të kuqe dhe më vuri katërsh. Problemi im ishte i heqi, si ka mundësi që unë shkova dhe në këtë shkallë dhe babi duhet në vend të katësh, dhe e dyta që duhet të thosha nesër në klasë që nuk ma ka vu mësusja, po ma ka vu babi. Kjo ishte e para. Në mjetë kësaj ko vu mëmë që kur mos ishim rregull mos shkojshim të babi. Momenti i dytë ishte i Dianës, kur përsëri kishte për të recituar diçka dhe del përballë babit. E reciton dhe babi i tha me shumë qetësi, duhet të shkosh ta mësosh shumë saktë dhe të vish te unë të thush të gjitha ët. Mos i hiq nga shqiptimi. Lutem ktheju dhe do të vish. Çfarë primati, një institucion brenda familjes. Ishte institucion. E treta. Pra ky ishte momenti i parë i fillimit të shkollës time. Në fund të jetës së tij, tamam në 2003 me 16 deri me 18 shtator të 2003, ne kishim trajnime që i bëjmë në institutin tonë të ekspertëve kontabël apo të arrituesve ligjor. Dhe unë kisha për të marrë një leksion në lidhje me një direktivë të Bashkimit Evropian për auditimin. Në kaq ky material ishte frëngjisht, i botuar në gazetën e Bashkimit Evropian, ku botohen fletoret zyrtare të Bashkimit Evropian, ku ishte botuar direktiva e Bashkimit Evropian për auditimin. Isha në shumë marrëmendje, në kushte ekstreme të ngarkesës, të familjes, të punës, të çdo gjë, dhe në kaq kishim edhe pengesën e përditshme që nuk kishim energjinë elektrike. Ku ikshin nga ora 1 deri në orën 4 të ditës, lere kur kishte në prerje pam, dhe nga ora 1 e natës deri në 4 të deri në 5 të mëngjesit. Unë nesër do të nisesha me furgon. Isha në minutat e fundit dhe isha duke bërë përkthimin. Babi ishte prej takonte 4 netët e fundit. Gazeta e fletoret zyrtare e Bashkimit Evropian kishte disa shkronja të vogla, teqe, sepse ishte shkrimi shumë i dendur, dhe duke bërë përkthimin, në një moment i them babi, a e kam përkthy këtë mirë? Ma jep, më tha, se nuk ta jepte papa për një herësh, ja jep tekstin frëngjisht, i jep edhe përkthimin tim. E lexoj, e pau edhe më tha, këtë tha ti tha e ke përkthy tha mbi emër, cilësor dhe ky është mbiemër ndaj foliorit. Prandaj të lutem dhe prandaj të lutem ndryshoje. I them babi nuk kam kohë, unë këtë material po e çoj tek ekonomistët. E diskutuam, ky duhet të ndryshohet. Ky ishte rigoroziteti i tij në përdorimin e saktë dhe në shkrimin e saktë të gjuhës shqipe që edhe ndaj nesh nuk e fali kurrë. Një njeri i madh, një profesor, një studiues, një qytetar, një hulumtues, një bashkëshort, një përmendëm me nderim zonjën Drita, një njeri që komunikoi për gjatë gjithë jetës, ashtu siç profesor Jorgo Bulo kishte dhënë në përcaktimin e tij për gjatë gjithë jetës, ai shërbei dijes, punës. Jemi ulur paksa në atë burim të jashtëzakonshëm që quhet Jub Kastrati. Në atë lumë dije dhe vepre të ndritur, kontributit të jashtëzakonshëm në kulturën tonë kombëtare dhe në arsimin shqip. Vetëm sa kemi prekur disa nga si thua gjurmët e profesor Jub Kastratit në marrëdhëniet familjare, në marrëdhëniet me dijen. Natyrisht nuk ishte një emision shtërrues, ishte thjesht një takim në 95 vjetorin e lindjes profesor Jub Kastratit. Besoj të nderuar dëgjues, shprehni edhe mendimin tim që ishte vërtet një kënaqësi e jashtëzakonshme që sot kishim të ftuar njërin nga vajzat e profesor Jubit, Fatmira Kastrati. Faleminderit. Mira, të falenderoj shumë që ishe sot. Jo. Qofshi të nderuara. Ashtu siç profesori rrezaton me veprën e tij,
me jetën e tij, me çdo gjë që ai la trashëgim, qoftë në kulturën e tij, qoftë tek njerëzit e tij. Të falenderoj shumë dhe gjithmonë mbarësi ju uroj. Unë mendoj që jo ta kthej për mjes sjellje falenderimin, por njëkohësisht do të thojsha për të kënaqësinë dhe atin që më jep në shpirt dashamirësia e pritjes, komunikimi i Radio Shkodrës, tashmë po të them ty Merita, si shoqe Faleminderit. e Shkodrës, e Jona, ku prindërit tanë kanë qenë të njoftur, ku nanat tona kanë qenë ato që ishin dhe janë, përcjellse të një morali të Shkodrës fizike që me të vërtet është kënaqësi ta mash dhe ta përçosh dhe ta transmetosh. Mira, jam unë me shumë sinqeritet, shumë falenderuese. Shumë falenderuese në këtë bashkëbisedim, por edhe në këtë veprimtari tuajën, që presori e ka lënë një trashëgimi të gjallë fëmijët e tij. Dhe Nipëj dhe Mesën Besën. dhe Nipin. Ju falenderit edhe një herë. Gjithë të mirët.